Sa dy CNN, mirë mbrëma, mirë se vini në programin Rreth e Qarku, si çdo mbrëmje, trajtojmë çështjet më të nxehta, globale dhe rajonale. Unë jam Xhevair Qardaku. Ajo që nisi me një grusht përfundoi po me një grusht, por politik. Albin Kurti kundër Vjosa Osmanit tashmë ishalatët janë zyrtarisht në një betejë politike kok më kok dhe në mënyrë simbolike kanë zënë numrin 1 në listat e partive përkatëse për zgjedhjet e 7 qershorit. Aleanca që dikur u perceptua si boshti më i fortë politik në vend, sot po shihet në hijen e ftohjes politike, kalkulimeve për pushtetin dhe betejës për kontrollin e skenës institucionale. Megjithatë ka një diferencë të vogël mes tyre. Lëvizja vetëvendosje konfirmoi Kurtin si kandidat për kryeministër, kurse Lidhja Demokratike e Kosovës Zonjën Osmani e shpalli kandidate për presidente. Në këtë atmosferë, listat për deputet janë kthyer në një test force për partitë dhe liderët kryesor. Çdo emër i futur apo i lënë jashtë po interpretohet si mesazh politik, ndërsa prapaskenat brenda subjekteve po vlojnë nga pakënaqësitë dhe rivalitetet. Përveç garës elektorale, një tjetër çështje po rëndon mbi skenën politike. Posti i presidentit të ardhshëm, a do të ketë një marrëveshje të re politike apo Kosova rrezikon që të futet në një tjetër krizë institucionale? Pikërisht këto dilema po krijojnë lëvizje të forta strategjike dhe aleanca të heshtura që mund të ndryshojnë tërësisht hartën politike të vendit. Ndërkohë, sondazhet po tregojnë një elektorat më të ndarë dhe më kritik se kurrë më parë. Qytetarët po kërkojnë stabilitet, zhvillim ekonomik dhe qartësi politike, ndërsa tensionet mes figurave kryesore të shtetit po rrisin pasigurinë për të ardhmen. Nëse dikur betejë politike në Kosovë zhvilloi mes pushtetit dhe opozitës, sot ajo po shihet edhe si një garë ndikimi brenda veçëndrës së pushtetit. Djegë materialin dhe kthehemi sërish në studio. Mbi 900 kandidat pritet të jenë në garë për deputet në listat e 23 subjekteve politike në zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. KQZ konfirmoi se 18 parti, 3 koalicione, një nisëm qytetare dhe një kandidat i pavarur kanë aplikuar brenda afatit të përcaktuar. Prej këtyre kandidatëve, 603 janë burra dhe 314 gra. Lëvizja vetëvendosje ka ofruar disa emra të rinj, por 10 që ja parë mbetet e pandyshuar. Ajo pritet nga kryeministri Albin Kurti. Pjesë e saj është edhe Albulena Xhiu, që po ushtron funksionin e presidentes së Kosovës. Ajo tha se nuk ka asnjë kufizim që ndalon garën. Do të përpiqem maksimalisht që të jemi kujdesshëm në raport me fushatën zgjedhore, në kuptimin që të mos ketë ndonjë ndërhyrje ose përdorim të institucionit për fushat. Kjo është ndaluar, ju shumë mirë dini që edhe ligji ka ndalesa në raport me këtë. Nuk e dia do të jetë e lehtë, nuk besoj që do të jetë e lehtë, por megjithatë do të përpiqem maksimalisht që të jem në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore. Pasi refuzoi përfshirjen e Fatmi Limaj në listë, Partia Demokratike e Kosovës e freskoi atë me disa figura të tjera. Profesionistë të dëshmuar në punë, në angazhim publik dhe në shërbim ndaj qytetarëve, mbi 50% e listës së kandidatëve janë prurje të reja, si pjesë e përkushtimit të PDK-s për t'u dhënë hapësirë kuadrove të rinj. Ashtu siç pritej, ndryshimet të rëndësishme patit e Lidhja Demokratike e Kosovës, ish presidenti Vjosa Osmani do të jetë bartës e listës, duke lënë të dytin, kryetarin e partisë Lumir Abdixhiku. 110 përfaqësues të një ideje për Republikën, të një republike me dinjitet, me institucione të forta, me zhvillim, me aleanca të palëkundura perëndimore dhe me njerëz në qendër të saj, një ekip që bashkon përvojën dhe energjinë e re, integritetin, profesionalizmin dhe përkushtimin ndaj Republikës. Në listën e LDK-s, 2 nga zërat kritik, Avdullah Hoti dhe Hykmet Bajrami, janë larguar nga top 10-ja. Vendin e tyre e kanë zënë 2 kandidatë të Osmanit, Albena Reshitaj dhe Jeta Statovci. Të dy këto bashkë me Haxhi Avdylin kanë qenë deputet me lëvizjen vetëvendosje gjatë legjislaturës kaluar. Për këto largime nuk pati asnjë koment nga Partia e Kurtit. Janë qytetarë të Republikës së Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës do të ketë bartës listës dhe kandidat për kryeministër Ardian Gjinin. Kryetari i largimit së partia Ramush Haradinaj është në vendin e 11 të listë. Sipas planit të miratuar më herët nga KQZ, procesi i certifikimit te kandidatët për deputet pritet përmbyllet deri në 15 maj, por paraprakisht do të shqyrtohet nëse kandidatët përmbushin kriteret ligjore. Betejë politike në Kosovë ka hyrë në një fazë të re, më të ashpër dhe të më të paparashikueshme se kurrë më parë. Në qendër të kësaj përballje tashmë nuk është vetëm gara mes partive politike, por edhe përplasja që po perceptohet çdo ditë më shumë mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, 2 figura që dikur përfaqësonin të njëjtin bosht politik, sot duket se po lëvizin në drejtime të ndryshme, ndërsa tensionet, heshtjet dhe sinjalet publike
ka ndezur debatin për një krisje të madhe në majën e shtetit. A kemi hyrë në një përplasje frontale për pushtetin dhe kontrollin politik të Kosovës? Çfarë sinjale shpërcolën në publik listat me kandidat për deputet nga partitë politike? Po sondazhet apo perceptimi publik cili është për të analizuar të gjitha këto zhvillime sonte na bashkohet online nga Prishtina analisti politik Dritor Arifi, doktori i shkencave politike. Zoti Arifi, ju përshëndes, kënaqësi si gjithmonë që diskutojmë me ju për këto çështje kaq të rëndësishme për Kosovën. Përshëndetje, gjithashtu edhe kënaqësia është e imja që të jem prezent në televizionet tuaj dhe të bashkëbisedojmë për disa gjëra që e kemi, me thënë, një hallin e njëjtë, ande dhe këndej vizë kufitare. E vërtet, dhe pikërisht dëshiroj që ta nisim bisedën tonë nga elefanti në dhomë që po konsiderohet përplasja tashmë frontale mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit në politik, po merr vëmendjen më shumë se çdo premtim apo problem real për vendin. Si e parashikoni ju garën mes tyre që simbolikisht kanë marrë dhe numrin 1 në listat e tyre? Po, është vërtet ka qenë një kombinim interesant në vitin 2021, edhe pse nga aspekti ideologjik nuk është që janë përputh shumë, sepse zonja Osmani thotë që është e qendrës së djathtë apo e djathtë, paktën nga botkuptimi i saj ideologjik, ndërsa zoti Kurti është një majtist pak më ekstrem nga pikpamja e tij ideologjike, pra kanë qenë dy ideologji që nuk janë përputh, por për shkak të interesave politike të asaj kohe, pra për interesave personale, janë bashkuar dhe kanë krijuar një momentum në atë kohë të ri dhe të cilët e dim rezultatet. Tash normalisht pikërisht ky bashkëpunim i dikurshëm kthehet në një betejë të ashpër për pushtetin e ardhshëm që do të dalë pas 7 qershorit dhe do të jetë një garë nxehtë. Pra i gjithë debati më shumë do të fokusohet se kush ka pasur të drejtë, kush me kë i ka dëmtuar raportet, kush ka tentuar të dëmtojë raportet, kush e ka dëmtuar këtë proces apo atë proces, pra besoj që pjesa më e madhe e garës, sepse edhe s'ka shumë kohë, vetëm 10 ditë është përafërsisht, po them 10 ditë është e plot, gati thuajse kampanja zgjedhore sa lejohet për shkak të janë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe një pjesë e madhe e gjithë debatit të energjia do të konsumohet në akuza dhe kundër akuza, por edhe do mund të ketë edhe informata të reja për të cilat ka pasur mos pajtime mes Vjosës, në atë kohë presidentës dhe ish kryeministit Kurti. Por sa serioze është krisja mes tyre dhe a mund të shndërrohet ajo në një krizë të rëndë, siç e theksuat dhe ju personale dhe të kthehet tek ajo e fushata e shumtuar e thuajse 2 viteve më parë ku patëm një lumë ofendimesh, ku palët u distancuan aq shumë sa nuk gjetën hapësirë për të krijuar një mazhorancë të qëndrueshme apo një koalicion mes partive politike. Nuk është që palët tash kretë është për shkak të interesave personale, për shkak se zoti Kurti nuk po e dëshiron një president i cili i del jashtë kontrollit dhe është, po themi kushtimisht, më i pranishëm dhe më i fuqishëm në arenën ndërkombëtare me partnerët aleatët e Kosovës dhe në këtë formë ka dashur që ta eliminojë një konkurrente të tillë, edhe duke ditur koston që mund të humbë diçka gjatë rrugës, pavarësisht kostos disa përqindje apo votave, ka menduar që mund ta rikuperojë në një garë tjetër. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse zonja Osmani nuk është presidente, jo që opozita ka pasur ndonjë, po themi, kundërshtim të thellë, sepse as opozita s'ka qenë e gatshme për zgjedhje, por për të mos i nënshtruar një diktati ku të gjitha postët kryesore i takojnë të njëjtës parti, siç ndodh në Shqipëri, ku Partia Socialiste thuajse i ka të gjitha pozitat kyçe në udhëheqje, pra dhe në Kosovë pak a shumë është një kopje e tillë, pra është tentuar të bëhet një kopje e tillë, por te ne opozita është pak më, po themi, më e fuqishme, jo në nivelin që do duhet të ishte, por jo në nivelin që është në Shqipëri, dhe kjo i ka acaruar opozitën dhe nuk kanë dashur që të bashkëpunojnë. Duke ditur që edhe zoti Kurti
Një në formë apo tjetër nuk është më i besueshëm te partnerët të tjerë, pra që të krijohen qeveri dhe koalicione, pra e ka humbur mirëbesimin te partnerët që ky person e mban fjalën mas 1 muaji edhe 2 muaj apo 3 muajve. Pra në farë mënyrë edhe kjo, në farë mënyrë edhe pse duket që e ka favorizuar zotin Kurti, por e ka penalizuar në bashkëpunimin më të thelluar dhe më afatgjat me ndonjë nga partitë politike shqiptare. E qartë, besoj duke qëndruar të partitë politike shqiptare e keni parë listat e tyre të kandidatëve për deputet, si ju duken për nga emrat dhe radhitja e kandidatëve? Edhe është një, si me thënë, listat për deputet në Republikën e Kosovës të paktën ato nuk përpilohen, sepse përpilimi kërkon një debat politik brenda partisë, se cilat sektor partia ka nevojë për çfarë profesionista e kështu me radhë. Pra një farë mënyre të ne gatuhen, pra në momentin e fundit, si me qeni fast food. Nuk është me rëndësi nga njerë edhe emri apo pesha emrit, është me rëndësi kompozimi i gjithë asaj çështje, integrimi i tij ose i saj në këtë vizion dhe këtë program politik. Pra është një anomali në veti. Pra për shembull në listën e vetëvendosjes ka hyrë një hoxh. Pra për e të parë hyrë një hoxh me një listë të majt, ku ka edhe ateista, ku ka edhe ata që besojnë që duhet me pas martesa të gjinisë së njëjtë. Pra kjo është pa fije, pa logjik dhe pa racionalitet dhe pa ideologji. Pra të qartë, prandaj thash gatuhen ato, nuk përpilohen. Aty ku nuk ka debat politik, ka kalkulime klanore, përfitime, vota që kështu me radhë, dhe aty ku nuk ka ideologji, zakonisht ka servilitet, pra se nuk ndodh, nuk po flasim për parime, për integritet, për profesionalizëm e kështu me radhë. Dhe kjo një farë mënyrë na shitet mandej në fund si një farë lloj vullneti demokratik. Të gjitha partitë, për mendimin tim, kanë bërrejtje në mënyrën se si janë përpiluar, thoj za gatu listat, sepse ato duhet të bëhen më herë, duhet të jenë më serioze dhe duhet të jenë, si me thënë, të strategjike, të kërkuara për pozitat të caktuara apo për sektor, për shembull të energjisë ku kemi nevojë për inovacion, për shëndetësi, jo vetëm, domethënë vetëm po themi kushtimisht historian në kuptimin figurativ, nuk do të thonë që janë historian, por kuptimin e asaj se çka kërkohet sot në botën moderne. Në farë mënyrë listat janë për mua jo serioze, sepse ne ende kemi parti lideriste, këtë rastisht është vetëvendosja, dhe në farë mënyrë lideri vendos gjithçka, nuk ka debat politik brenda subjektit dhe lideri e merr barën fitores ose të humbjes në çdo javë. Por apo përdoren këto lista? Listat janë të rëndësishme, por nuk është ajo kryesorja e cila do ta ndihmoj partinë që ta po themi konkretizoj mandej programin politik. Pra kjo është ajo esenca pse listat, mënyrës se si bëhen listat nuk përfaqësojnë ndonjë seriozitet të madh. Pikërisht sa i përket seriozitetit dhe përdorimit të këtyre listave për deputet, a përdoren ato si instrument për të forcuar kampet brenda pushtetit, për shembull në LDK? Kthimi i zonjës Osmani ka tronditur jo pak boshtin, kemi parë pak kënaqësi, ndërsa video në rrjetet sociale po e paraqesin atë tashmë sigurisht në hapat e parë drejt marrjes së drejtimit të partisë. Çfarë po ndodh sipas jush? është e vërtet një rikthim i tillë në formën se si është rikthy, lën shumë për të dëshiruar, kjo na jep shumë sinjale që Lidhja Demokratike e ka humbur besimin në leadershipin e vet, apo në aftësinë e vet për të pasur një leadership. Pra po e them shumë, sepse nuk është partia nuk ka më çështje një personi, është disa personave. Pra këta disa persona në shumë kanë dështuar në dy përzgjedhje, por edhe kanë dështuar të ndërtojnë një narracion, një historie që ky leadership i LDK-s mund ta fitojë edhe garën. Pra nuk është çështja dhe rikthimi i Vjosa Osmanit në vetvete nuk është krim, por është shkelje gjitha parimeve që kanë ekzistuar deri para 2 muajve, 3 muajve. Pra një farë forme po mundohen me atë parullën që armiku tim është miku im, pra një farë mënyre që t'i bëjmë ballë furisë së vetëvendosjes, fuqisë së saj, duke e ju bashkuar disa copza nga një parti e mbetur e cila se lista guxon se nuk është më parti, mund të themi në kuptimin e plot të fjalës. Pra, ky rikthim i saj normalisht që i ka lëkundur par ujrat, por do të vrehet pas shtatëshorit, pas rezultatit. Nëse do të ketë një rezultat më të mirë, atëherë do të kërkohet që Vjosa të jetë ndoshta edhe
udhëheqja e re e LDK-s, nëse rezultati nuk do të jetë shumë i mirë, pra i mund ta kaloj rezultatin e zgjedhjeve të dhjetorit, por jo ndoshta i kënaqshëm nga pritshmëritë që janë kriju së fundi, dhe kjo mandej mund ta nxitë përçarjen pak më të thellë të LDK-s. Kjo është lojë me dy teha që mund të prehen ngado që të sillen, por sidoqoftë prapë shoh si pozitive rikthimin e saj, por mënyra se si është përpiluar lista është shumë kaotike dhe shumë jo racionale për nga sa i përket votuesit tradicional të LDK-s. Pra është pak a shumë një bast bigjozi, nëse duam të përdorim atë metaforën që ka përdorur vetë zonja Osmani kur ka qenë presidente, drejtuar qeverisë Kurti që nuk duhej të bënte bigjoz me ndërkombëtarët, çka solli edhe krisjen e madhe mes tyre, por cila parti sipas jush e ka bërë lëvizjen më strategjike me kandidatët për deputet dhe kush ka rrezikuar më shumë, le të themi? Unë mendoj që Lidhja Demokratike e ka bë listën, e ka një listë solide, mandej vjen Partia Demokratike po ashtu me një listë solide, por listat në vetvete nuk janë determinuese që do të sjellin vota. Prandaj thashë leadershipi do duhet të punonte 24 orë kur je në opozicion, 24 në 7, nuk ka kohë për pushim. Pra një kontakt më i thellë dhe më i zgjeruar dhe më bindës me qytetar ka munguar për fat keq, jo vetëm këto 3-4 muaj pas zgjedhjeve, por edhe më herët. Pra qytetarët e kanë vërejtë që ka mungesë të leadershipit të vendosur e kështu me radhë. Prandaj Albin Kurti e ka pak hapësirën, po themi, më të papenguar apo më të mbrojtur nga interferencat e të tjerëve, sepse të tjerët nuk janë këmbgulës. Pra leadershipi kërkon këmbgulësi, por jo kryenici, dhe të cilët për fat keq leadershipet e partisë, sidomos Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, nuk e kanë kuptuar lojën politike që me një lojtar si Kurti nuk mund të luash vetëm përmes Facebookut. Pra duhet të zbresësh në terren dhe të punohet shumë më shumë për të shpresuar ndoshta në ndonjë rezultat pak më ndryshe. Pra duhet jashtëzakonisht shumë punë për të vërejtur rezultatet. Mendoj që këto është keq kuptuar çështje listave, po mendoj që me emra të mirë ka dhe profesionista absolutisht, por nuk do të thotë që është determinuese, sepse qytetari, votuesi nuk është mësuar me ata persona, nuk i ka pasur në mënyrë organike pjesë asaj partisë. Pra për një herë dalin sikur lulet ato dhe mund të tëmtohen nga një brymë e vogël. Pra në kuptimin figurativ, po e them. Kështu që kjo është ajo problematika me listat dhe jo, po themi, integrimin e tyre organik në politikbërjen dhe vizionin e një partisë. Në këtë drejtim, PDK-ja kishte të drejtë apo ka vepruar gabim që refuzoi futjen e zotit Limaj, Fatmir Limajt, në listën e PDK-s si kandidat për deputet dhe disa antarëve të partisë së tij, dhe a mund të ketë alianca të reja politike që nxiten pikërisht nga raporti tensionuar Kurti-Osmani? Po shikoni, Partia Demokratike tash nuk e di, argumenti i tyre nuk më bindi që nuk ka argument i fuqishëm pse zoti Limaj mbeti jashtë, për shkak se tha duhet ta shikojmë të ardhmen. Po tash nëse shikon 20 apo 30 listën e deputetëve të lëvizjes të Partisë Demokratike, pak a shumë ka disa risi, ka emra të mirë, por janë edhe emra të kaluarës. Pra në farë nuk ka pas ndonjë po themi shkëputje nga kaluara dhe nuk duhet të tërprohet nga kaluara. Pra zoti Limaj megjithatë mendoj që është një figurë solide, ka dëshmuar që në menaxhment është një menaxher, sa ka qenë ministër, është i jashtëzakonshëm. Pra ka bërë 2 projekte madhore që sot Kosova krenohet, autostrada Ibrahim Rugova dhe aeroporti Adem Jasharit, janë projekte të filluara dhe të përfunduara nga zoti Limaj. Pra ka lënë një trashëgimi jashtëzakonisht mirë, ka pasur edhe afera korruptive, por për fat mirë ato nuk janë dëshmuar që nuk është dënuar për asnjëra nga ato afera që kanë ekzistuar. Sidoqoftë, unë mendoj që kjo është kalkulim i partisë, se a dëshirojnë ta kenë një figurë të tillë, por zoti Limaj ka bërë disa gabime gjatë rrugës, pra kuptimin e asaj, sidomos me zgjedhjet e fundit, tentoi në farë mënyre që u shkëput nga grupi parlamentar në atë kohë i Aleancës për Armërinë e Kosovës, dhe tentoi ta krijojë një momentum, edhe pse nga aspekti racional kishte të drejtë, por nga aspekti politik e bëri një gabim në hap, sepse mandej njerëzit e panë sikur që
në thojz apo theme tradhtoj zotin Haradinaj dhe shkoj te zoti Kurti për të marrë ndonjë pozitë politike, edhe pse nuk e tillë, por zoti Kurti e djegu, sepse nuk e tha krejt të vërtetën dhe kjo i kushtoi pak a shumë sot çka ka ndodhur mes Partisë Demokratike dhe zotit Klima. E qartë, çështja e presidentit ndërkohë shihet si bomba e radhës politike në Kosovë. Ky proces zgjedhor i 7 qershorit do ta zgjidhë këtë problematikë apo do t'i drejtojmë edhe një herë kutive të votimit? Kjo ekskluzivisht mbaret nga numri i votave që do t'i merr vetëvendosja. Pra, nëse vetëvendosja nuk e kalon 51%, atëherë logjika na thotë që do të shkojmë prapë në zgjedhje eventualisht në tetor ose dhjetor më së largu. Sepse në dhjetor i skadon edhe mandati zonjës Haxhiu si ushtruese detyrës dhe mandej jemi në ujëra të panjohura që s'ka ndodhur asnjëherë në Republikën e Kosovës. Kjo është një pikpyetje e madhe. Nëse vetëvendosja do të ketë rënje, prapë do të jetë e pamundur për opozitën, edhe nëse e merr qeverinë që ta bëj presidentin, nëse nuk i ka 80 deputet, e vetmi opcion matematikor, pra një ekuacion i logjikshëm është që vetëvendosja mos të kalon 40 deputet, pra të jetë në 40 deputet, atëherë krijohet një numër i konsiderueshëm prej 80 deputetëve të opozitës, pra kuptohet të gjithë së bashku edhe pak edhe deputetët jo shqiptar, edhe krijohet një numër të 80 deputetëve, të cilët e mundsojnë që të paktën të zgjidhet presidenti që mos të kemi zgjedhje. Por kjo është ajo mundësia, probabiliteti më i vogël që mund të ndodhë. E qartë, por duke marrë në konsiderat faktin që LDK-ja mbasi ka bërë diçka të zgjuar në këtë garë, caktoi Vjosa Osmanin si kandidate për presidente për të shmangur edhe një palë apo më shumë zgjedhje ndoshta, mos duhet që edhe partitë e tjera të caktonin një kandidat të tillë dhe të bënin një marrëveshje verbale të paktën që të pajtoheshin se kandidati apo kandidatja që do të merrte më shumë vota do duhej që të mbështetej nga të gjitha forcat. Nuk është shumë hipotezë i zgjuar sepse kalkulimet mandej matematikore në koment e mund ta ndryshojnë komplet lojën. Për shembull, nëse Vjosa Osmani është kandiduar për presidente, kjo i bie që automatikisht Lidhja Demokratike mund apo duhet të shkojë me vetëvendosje në koalicion, sepse është vetëm një mënyrë për të siguruar 80 vota. Prandaj kjo është a priori është jo shumë e logjikshme që të përcaktohen, sepse ne jemi Republikë parlamentare dhe zgjedhjet janë për parlament. Mandej pozicionet tjera janë çështje e koalicioneve, kompromiseve apo negociatave që rrjedhin pas zgjedhjeve. Mendoj që nuk ka qenë në hipotezë zgjuar, më shumë është një dëshirë se si kinse të ndahen postet, pak a shumë nuk po dallon shumë logjika e Lidhjes Demokratike me vetëvendosjen këtë rast. Pra, edhe vetëvendosja po i don dy pozitat e rëndësishme, pra kryeministrin dhe presidencën, edhe Lidhja Demokratike po dëshiron të njëjtat gjëra, pra ku dallimi atëre? Në po të kuptim, shikoni sa në kundërshtim logjik bin me veprimin që e kanë bërë, por kjo është ajo që e thash që në fillim, listat nuk përpilohen, listat gatuhen si fast food dhe kjo është gabimin të cilën po e bëjnë partitë politike, sidomos ato opozitare, sepse ato po e kërkojnë votën e qytetarit pra në formë më të madhe që ta mundin një kundërshtar siç është vetëvendosja. E qartë, por sondazhet e fundit apo perceptimi publik çfarë tregojnë realisht për Kosovën? Lodhjet e elektoratit apo ende dominim të pushtetit aktual dhe asgjë, le ta themi kështu, surprizuese nuk do të dalë pas 7 qershorit? Shikoni, matjet që bojnë janë zakonisht momentume, që shpjegohet në shkencë, janë momentume të, për shembull, të lëvizjeve politike të momenteve të caktuara. Sidomos tash për momentin normalisht që vetëvendosja prim brendshëm, por kjo nuk do të thotë që deri më 7 qershor mund të mos ketë lëvizje. Kur thon brendshëm, po mendoj që merr jashtëzakonisht shumë mirë vota, nuk do të thotë që do t'i merr 51%. Por, shikoni, nga njëherë është çështja edhe se si njerëzit e perceptojnë ditën e votimit. Nëse kemi një fluk të madh të diasporës, ose që probabiliteti kësaj radhe mendohet ai fluks i madh është më i vogël, kështu që përqindja automatikisht nga një logjikë thjesht mund të mos jetë më ajo që ka qenë me 28 dhjetor.
E qartë, zoti Arifi, të falenderoj shumë për gjithë analizën tënde. Shpresoj që Kosova mbas 7 qershorit të gjejë një qetësi politike dhe të mos kemi më zgjedhje në mënyrë që shteti të përparojë edhe më shumë në të mirë të qytetarëve dhe drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Të falenderoj. Ju lutem, është e kënaqësi. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Lufta mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme ka nxjerrë së fundmi një fakt të papublikuar më parë. Dy vende të rëndësishme të Gjirit Persik, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë sulmuar Iranin duke u futur në një luftë drejt për drejt. Sulmet kanë ndodhur në fund të muajit mars, çka tregon se Shtetet e Bashkuara nuk kanë qenë në gjendje që të sigurojnë vendet e tyre aleate. Arabia Saudite nisi sulme të shumta ndaj Iranit si akmarrje për sulmet e kryera ndaj mbretërisë gjatë luftës në lindjen e mesme. Lajmi është mbajtur fshet për disa kohë, por së fundmi është bërë publik nga mediat ndërkombëtare. Sulmet saudite, të paraportuara më parë, shënojnë herën e parë që mbretëria ka kryer veprime ushtarake drejtpërdrejt në tokën iraniane dhe tregojnë se po bëhet shumë e guximshme në mbrojtjen e saj kundër rivalit të saj kryesor rajonal. Sulmet të nisura nga forcat ajrore saudite u vlerësuan të jenë kryer në fund të marsit, thanë dy zyrtarë perëndimor për Reuters. Njëri tha vetëm se ato ishin sulmet përgjakshme në akmarrje për kohën kur godit Arabia Saudite. Ministria e Jashtme iraniane nuk u përgjigj një kërkesë për koment. Arabia Saudite, e cila ka një marrëdhënie të thellë ushtarake me Shtetet e Bashkuara, tradicionalisht është mbështetur te ushtria amerikane për mbrojtje, por lufta 10 javore e ka bërë mbretërinë të cënueshme ndaj sulmeve që kanë tejkaluar o mbredhën ushtarake të Shëbaz. Sulmet saudite nënvizojnë zgjerimin e konfliktit dhe shkallën e cilën një luftë që filloi kur Shëbadhi Izraeli nisi sulmet ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt ka përfshirë lindjen e mesme në mënyrë që nuk janë parë publikisht. Emiratet e Bashkuara Arabe gjithashtu kryen sulme ushtarake ndaj Iranit, raportoi Wall Street Journal. Së bashku, veprimet saudite dhe ato të Emirateve zbulojnë një konflikt, forma e vërtetë së cilit ka mbetur kryesisht e fshehur. Një konflikt në të cilin monarkitë e Gjirit, goditura nga sulmet iraniane, filluan të kundërsulmonin. Por qasja atyre nuk ka qenë identike. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë marrë një qendrim më të ashpër duke kërkuar një nxjerrje një kosto nga Irani, duke angazhuar vetëm rrallë në diplomacinë publike me Teheranin. Ndërkohë Arabia Saudite është përpjekur të parandalojë përshkallëzimin e konfliktit dhe ka qëndruar në kontakt rregull me Iranin, përfshirë edhe nëpërmjet ambasadorit të Teheranit në Riyadh.
Pentagoni ka bërë me dije se kostoja e luftës në Iran është deri më tani $29 miliard, një shifër që është shumë e lartë se çmimi prej $25 miliard është që i tha Kongresi 2 javë më parë. Por sipas një eksperti të buxhetimit të luftës, konflikti në fund të fundit do të kushtojë taksa paguesve amerikan të paktën $1 trilion. Sipas CNN, të martën një zyrtar i lartë i Pentagonit tha se kostoja e re e konfliktit përfshinte riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve të azhurnuara së bashku me kostot operative. CNN raportoi më parë se vlerësimi më parëshëm prej $25 miliard ishte një shifër e ulët që nuk përfshinte koston e riparimit të dëmeve në bazet amerikane në lindjen e mesme, por ekspertët e politikave publike në shkollën Harvard Kennedy parashikojnë që konflikti me Iranin do të kushtojë taksa paguesve amerikan të paktën $1 trilion. Rusia do të vendosë në përdorim raketën e re të saj bërthamore strategjike Sarmat në fund të këtij viti, kështu ka bërë me dije presidenti Vladimir Putin, duke e përshkruar atë si më të fuqishme në botë. Vendosja e planifikuar e raketës e projektuar për dërguar koka bërthamore për goditur objektiva mira milje larg në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë vjen pas viteve të tëra pengesash dhe vonesash. Forca strategjike të raketave kryen një lançim të raketës më të re balistike ndërkontinentale me karburant të lëngshëm të quajtur Sarmat. Lançimi ishte suksesshëm, qëllimi u arrit. Pasi SBA-u troqe nga traktati i raketave antibalistike në vitin 2002, ne u detyruam dhe dua ta theksoj këtë, të detyroheshim të mendonim për sigurimin e sigurisë tonë strategjike në realitetin e ri dhe për nevojën për të ruajtur një ekuilibër strategjik të forcave. Që nga viti 2025, sistemi i raketave me rrezet të mesme veprimi Oreshnik me bazë në tokë është vënë në detyrë luftarake. Ai mund pajisjet dhe me kokë bërthamore. Sarmat mund të udhëtojë jo vetëm për gjatë një trajektore balistike, por edhe për gjatë një trajektore suborbitale. Kjo bën të mundur sigurimin e një rreze për më shumë se 35.000 kilometrash, duke dyfishuar njëkohësisht saksinë e saj. Së fundmi ajo ka aftësinë të tepërtojë në të gjithë sistemet ekzistuese dhe të ardhshme të mbrojtjes kundër raketave. Deri në fund të këtij viti, Sarmat do të vihet në detyrë luftarake. Enklava palestineze pritet që të përfshihet nga një tjetër luftë e dhunshme, kështu bëjnë me dije banorët, duke përmendur sulmet e fundit të ushtrisë izraelite. Sipas një raporti amerikan, sulmet e Izraelit janë rritur me 35%, që nga momenti kur Donald Trump ngriti bordin e paqes për rajonin. Izraeli ka përshkallëzuar sulmet e tij në Gaza në 5 javët që nga ndalimi i bombardimeve të përbashkëta me SBA në Iran, duke ridrejtuar goditjet e tij përsëri në enklavën e rënuar palestineze, ku ushtria beson se luftarët e Hamasit po shtrëngojnë kontrollin e tyre. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, 120 palestinezë, përfshi 8 gra dhe 13 fëmijë, u vranë në Gaza që nga ndalimi i luftës me Iranin më 8 prill. Monitoruesi i konflikteve, Silet, me bazë në Shtetet e Bashkuara, i cili gjurmos sulmet izraelite në Gaza, tha në një raport mujor për prillin se Izraeli kishte kryer 35% më shumë sulme muajin e kaluar se sa në mars. Rritja e sulmeve izraelite në Gaza është një shenjë më tejshme e progresit bllokuar sipas planit të presidentit SBA-s Donald Trump për të ndaluar luftën. Lufta është ende duke vazhduar, thekson një 36 vjeçar palestinez i verbër, njëri prej djemve të cilit u vrani 28 prill një sulm izraelit. U ndal në një uftim, por në realitet dhe në terren lufta nuk ka ndaluar, tha ai. Familja e tij ka jetuar në kamp me tenda në rrënojë në Khan Yunis. Ushtria izraelite nuk dha asnjëherë komente mbi arsyet e sulmeve të saj të intensifikuara në Gaza, por 4 zyrtarë të mbrojtjes izraelite i thanë Reuters se ushtria e kishte palëmëruar qeverinë e kryeministit Benjamin Netanyahu. Në javët e fundit se Hamasi ka qenë duke forcuar kontrollin e tij, duke rindërtuar forcat e tij dhe duke prodhuar armët. Një tjetër zyrtar ushtarak izraelit, duke folur në kushte anonimiteti, tha se ambushtimi në Gaza i lejon Izraelit të veprojë kundër kërcënimeve të mënjeshme. Zyrtari tha se ushtria ishte përgatitur për çdo skenar, duke përfshirë artimin e planeve më të gjera të betejës për një rifillim të luftimeve në Gaza, megjithëse ende nuk ishte dhënë një urdhër i tillë. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbërritur në Pekin për vizitën e tij zyrtare në Kinë. Republikani arriti në aeroportin e kryeqytetit me Air Force One. Zëvendës presidenti Han Zheng përshëndeti republikanin në aeroport me zbroritjeve nga të rinjt që valvitnin flamuj. Trump shoqëroi nga djali i tij biznesmeni Eric Trump Jr. dhe gruaja e tij Lara, ndërsa zbrisnin nga avioni presidencial. Presidenti amerikan shoqëroi gjithashtu nga udhëheqës të lartë biznesi, përfshirë miliarderin e teknologjisë Elon Musk. Trump është planifikuar që të takohet me presidentin Xi Jinping të njëjtën dhe të kthehet në SBA të premten pas bisedimeve.
Të dy pritet që diskutojnë ndër të tjera konfliktin me Iranin, mosmarrëveshjen e pezulluar të tarifave dhe marrëdhënie tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. 79-vjeçari vizitoi për herë të fundit kryeqytetin kinez gjatë mandatit të tij të parë në detyrë në vitin 2017 dhe është gjithashtu presidenti i parë amerikan që udhëton në Republikën Popullore që atëherë të njëjtën duke filluar nga ora 10 ora lokale është planifikuar një takim midis Trump dhe Xi Jinping në sallën e madhe të popullit në Pekin. Vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Pekin ka në agjend kontrata me vlerë miliarda dollar dhe luftën me Iranin, por udhëheqësi i Kinës ka shumë më tepër në mendje se sa kaq. Xi Jinping mund të jetë duke ngritur një kurs Trumpit dhe ka shumë mundësi që ai të bjerë prej tij. Trump, i cili i do marrëveshjet e mëdha dhe e quan publikisht Xi mikun e tij, rrezikon që të bjerë në një tjetër kurs sepse në Pekin zbatohet një rregull, ngrohtësia dhe mirëdashësia interpretohen si marrëveshje, heshtja si kapitullim. Kur samiti midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping filloi të merrte formë ngadalë 6 muaj më parë, mbizotroi një lloj pushimi. Mega tarifat reciproke ishin lehtësuar pas bisedimeve midis dy udhëheqësve në Korenë e Jugut në tetor 2025 dhe Pekini ndërkohë kishte hequr kufizimet e eksportit për elementet e rrallë të tokës. Në fillim të janarit, Washingtoni demonstroi fuqinë e tij para botës, kur forcat speciale amerikane arrestuan udhëheqësin venezuelan Nicolas Maduro në vilën e tij në Caracas. Por konfliktet kryesore me Kinën mbetën të pazgjedhura kur Trump udhëton në Pekin të mërkurën e të njëjtën. Ai nuk po mbërrin si negociator i fortë. Sulmi ushtrak kundër Iranit ka dobësuar pozicionin e politikës së jashtme të Trump dhe konflikti me disa aleatë evropianë është përshkallëzuar. Ai është gjithashtu në presion për të vendit, me vlerësimin e tij të miratimit në një nivel historik të ulët. Kjo i jep Xi Jinping një dorë të fortë në arritjen e qëllimit të tij përfundimtar, zvendësimin gradual të SBA-s si fuqia hegemonike globale. Presidenti Trump ka pritshmëri të larta për këtë vizitë në Kinë. Ky vit shënon zgjedhjet e mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara, si dhe 250 vjetorin e themelimit të Shteteve të Bashkuara. Nga perspektiva e politikës së brendshme, Trump shpreson që përmes kësaj vizite, ai mund t'i projektojë popullit amerikan imazhin e një presidenti, i cili është i aftë të menaxhojë marrëdhëniet midis fuqive të mëdha, duke ofruar përfitime të prekshme për votuesit amerikan. Nga ana tjetër, konfliktet në Iran vazhdojnë të zvarriten dhe administrata Trump shpreson që Kina të mund të luajë një rol aktiv në zgjidhjen e situatës iraniane. Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu kërkon t'u tregojë aleatëve të Shteteve të Bashkuara aftësinë e tij në menaxhimin e marrëdhënieve midis fuqive të mëdha. Në muajt e fundit, shumë udhëheqës perëndimor kanë udhëtuar për në Pekin, kanë nënshkruar memorandume mirëkuptimi dhe janë kthyer me disa suksese të vogla tregtare. Ajo që ata pranojnë në heshtje, lëshime mbi pretendimet e Pekinit dhe Taiwanit, mbi të drejtat e njerëzit dhe mbi pavarësinë teknologjike. Trump, i cili do marrëveshje të mëdha dhe quan publikisht Xi Jinpingun mikun e tij, rrezikon të bjerë në të njëjtin kurth, sepse në Pekin zbatohet një rregull. Ngrohtësia dhe mirëdashësia interpretohen si marrëveshje, ndërsa heshtja si kapitullim. Kur Trump udhëtoi për në Pekin për herë të parë, të vetmen herë si president në nëntor 2017, Xi Jinping e priti atë me një spektakël të pashoqshëm në diplomacinë e pasluftës, një darkë private në një qytetin e ndaluar, një ceremoni në sallën e madhe të popullit dhe marrëveshje me vlerë 250 miliardë dollar. Tani Trump po kthehet, por balanca e pushtetit ka ndryshuar. Instrumenti qendror i politikës tregtare të Trump, tarifat globale të bazuar në një ligj emergjence, u shpallën kryesisht jo kushtetuese nga Gjykata Supreme në muajin shkurt. Një gjykatë tjetër vendosi në mënyrë të ngjashme dhe si ekonomia amerikane ashtu dhe globale po vuajnë nga çmimet e naftës të rritura nga bllokada e ngushëllisë së Hormuzit. Nga ana tjetër, Xi i është kundër përgjigje ofensivës tarifore të Trump me një instrument të vetëm, kërcënimin, për të frenuar eksportet e metaleve të rralla. 2 herë Pekini e përmbushi këtë kërcënim dhe 2 herë Trump u toroq. Tani Trump po hyn në bisedime me Xi me një agjendë të gjerë dhe më pak monedha e negociuese se kurrë më parë. Bisedimet pritet të përqendrohen në zgjatjen e marrëveshjeve për metale të rralla, sigurimin e porosive kineze për avionët Boeing dhe produktet bujqësore amerikane, si dhe krimin e forumeve të përbashkëta tregtare dhe investimet. Temat kryesore përfshin gjithashtu luftën e Iranit dhe bllokadën e ngushëllisë së Hormuzit, statusin e Taiwanit, kontrollet e eksportit të çipave të inteligjencës artificiale dhe krimin e mundshme të një kanali formal komunikimi për sigurinë e inteligjencës artificiale.
Pozicioni dobësuar i Trump është gjithashtu i dukshëm në diplomacinë aktive të Pekinit. Në vitin e kaluar udhëheqësit e Australisë, Francës, Britanisë së Madhe, Spanjës dhe delegacioni BE-s udhëtuan për në Pekin. Finlanda, Irlanda dhe Korea e Jugut ndoqën në janar të këtij viti dhe Gjermani në shkurt. Të gjithë politikanët e lartë ecën në qilimin e kuq, në shkruan memorandume ose traktate dhe përforcuan narrativën e Xi Jinping për një Kinë në ngritje, një perëndim në rënje dhe një qeveri amerikane gjithnjëmet izoluar. Çfarë arritën këto vizita? Kryeministri kanadez Mark Carney lehtësoi kufizimet për automjetet elektrike kineze, të futura fillimisht në koordinim me Washingtonin dhe në këmbim mori një ulje të tarifave për farën kanadeze të kolcës. Kryeministri britanik Keir Starmer miratoi një ndërtesë të padiskutueshme të ambasadës kineze në zemër të Londrës, pak para udhëtimit të tij, dhe Pekini më pas përgjysmoi tarifat për whiskin skocez. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez siguroi akses në treg për mishin e derit, duke u thirrur në sloganet e Partisë Komuniste Kineze për një botë shumë polare. Megjithatë, asimetria strukturore mbeti e pandryshuar në të gjitha rastet. Kina eksporton masivisht, importon pak dhe teprica po rritet. Modeli është i njëjtë kudo. Vizitorët marrin lëshime të vogla, tregtare të mirë organizuara. Në këmbim ata pranojnë rregullat e lojës së zi, së Kinës. Kritika privatizohet, çështja e drejtave të njerëzit paraqitet si keq kuptime dhe në publik, gjua e folur është ajo partneriteti strategjik. Pekini është çdo lëshim si konfrontim të autoritetinë së tij, sa koha dhe momenti janë anë Kinës. Megjithatë, përvoja sugjeron skepticizëm. Në vitin 2017, Trump u kthye nga Pekini me premtime investimi që të kalonin $250 miliardë, por shumica dërmuese e tyre nuk u realizuan kurrë. Pekini mund të jetë i gatshëm të blejë sojë dhe avion, por jo të sfidojë modelin ekonomik që sigron udhëheqjen e tij industriale. Sigurisht, shpresojmë që marrëdhëniet Kinë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës të zhvillohen në një drejtim më të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm. Megjithatë, përgjatë kësaj rruge ka vërtet shumë pengesa për t'u kapurxyer. Shpresojmë gjithashtu se si Kina ashtu dhe Shtetet e Bashkuara, duke vepruar në interes të popujve të tyre dhe të botës në përgjithësi, të mund të gjejnë një mënyrë të drejtë për t'u marrë vesh me njëra tjetrën dhe për të dhënë kontribute më të mëdha për stabilitetin global, paqen dhe mirëqenien e gjithë njerëzimit. Lidhur me metale të rralla, Trump mund të shpresojë në rast më të mirë për një zgjatje të armushimit ekzistues. Përsa kohë që SBA nuk kanë krijuar zinxhir furnizimi alternativ, Kina do të vazhdojë të mbajë përsinë. Lufta Iran-SBA e ka përkeqësuar më tej këtë dobësi. Mbushja e rezervave amerikane të armëve kërkon zinxhir furnizimi që varen kryesisht nga lëndët e para kineze. Trump nuk e do vetëm marrëveshjen në vetvete, por edhe gjestet e titujt madhështor. Në Pekin, Xi do t'i ofrojë të gjitha këto, dhe aty qëndron rreziku i vërtet. Tundimi për të tejkaluar të gjithë personalitetet e tjera perëndimore që vinë në vizitë është i madh. Trump ka bërë tashmë lëshime paraprakisht. Shitja e çipave të përparuar në Kinë është miratuar. Një dërgesë e madhe armësh në Taiwan është vënuar dhe sanksionet për sulmet kibernetike kineze janë shtyrë. Nëse Trump kthehet me një marrëveshje që nuk ka lëshime të konsiderueshme, por që ka braktisur Taiwanin, ka lehtësuar kontrollet e eksportit dhe ka armiqsuar aleatët, kjo do të dërgojë pikërisht sinjalin se Xi Jinping dëshiron më shumë që edhe Amerika në fund të fundit do të kapitullojë. Zyrtarët e Shis e kanë zbutur armiqsinë e tyre ndaj Washingtonit, me sa duket në bindjen se nuk kanë më nevojë të jenë të hapur në kritikën e SBA-s si një prish serin botror. Pjesa tjetër e botës tani mund ta shohë vetë këtë. Trump po sjell me vete një grup shoqëruesish, i cili pasqyron mendimin e tij për Kinën. Ai do të shoqërohet nga Marco Rubio, sekretari i tij i shtetit dhe një kundërshtar i njohur i Kinës, roli i cilit duket se është parandalimi i Trumpi entuziast që të dalë shumë lart politikës zyrtare nga dëshminë e tij për të bërë lajk amikpritësit të tij. Krerët e gjigantëve të korporatave amerikane janë gjithashtu në listën e pasagerëve, përfshirë Tim Cook të Apple, Elon Musk të Teslas, Kelly Ortberg të Boeing dhe Larry Fink nga BlackRock. Kur Trump filloi luftën e tij tarifore vitin e kaluar, kjo ndodhi në kontekstin e kërkesave nga baza e tij republikane për ta shkëputur ekonominë amerikane nga Pekini. Tani marrëdhënia është me shpejtësi të plot përpara në lidhje me tregtin, ashtu siç ka qenë gati 3 dekada të fundit. Ishte gjithçka e përgatitur për programin Rreth e Qarkët për sonte. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.